Me gishtin drejtuar SPAK për padrejtësinë që ende lëngon për masakrën e 21 janarit, kryeministri Edi Rama priti familjarët e 4 protestuesve të vrarë në 2011 me plumbat e shtetit. Ndonse zgjell që ish kryeministri në asaj kohe Sali Berisha të mos e përmend me emër, Rama kujtoi episodin e 21 janarit para familjarëve të viktimave, kur tha se njeriu i zgjedhur nga populli ju përgjigj protestuesve me plumba balli, ndonse ata nuk ishin futur brenda ambienteve të Këshillit Ministrave dhe ndërkohë numri i tyre në shesh ishte duke u zvogluar. 15 vjet më parë, këtu në këtë godinë ishte barikaduar një hordhi e armatosur për zgjerrje e trupës së rregullt të Gardës Republikës dhe çetës paramilitarëve famkëqinj të kryeministrit. Godina ishte përforcuar me tela me gjëmba, shtrirë gjithandej pas atij gardit të shëmtuar, dhe hekurave që rrethonin kryeministrin, qysh pas sulmit armatosur të 14 shtatorit 1998, pjesë e cilit ishin edhe disa nga të barikaduarit brenda kryeministrisë në 20 janar 2011. Njeriu i futur nga populli në zyrën e kryeministrit për të udhëhequr Shqipërinë, kishte lëshuar kushtrimin e një përgjigje me plumb ballit ndaj protestës së opozitës bashkuar të kohës. Edhe këtë 15 vjetor, Rama nuk i fsheh as pak rezerva që ka për drejtësinë e re, duke thënë hapur se SPAK u hoq sikur 21 janari nuk ekzistonte. Duke kërkuar drejtësi dhe ndëshkim për ata që urdhëruan të hapej zjarr kundrejt protestuesve, Rama e qua 21 janarin si krimin më të egër të demokracisë shqiptare. 15 vjet pa drejtësi për 20 janarin janë 15 vjetët e një padrejtësie të madhe, jo thjesht për disa, por mbi Shqipërinë dhe mbi popullin shqiptar. Fatkeqësisht, për vite me radhë, edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet e pushtetit politik në Shqipëri, të cilat SPAK-u merret drejt për drejt. Ndërkohë që kur i është dashur, ka hetuar dhe ka ngritur akuza pa humbur asnjë vit për çështje të hapura edhe me një letër anonime, apo ka konsumuar kohë dhe energji me vite, duke mbajtur peng punë me interes shtetëror dhe punonjës shtetit, me çështje të cilat janë aq të sforcuara sa mund të shkruen romane satirike, jo vendime gjyqësore të formës prerë. Numri 1 i qeverisë ende po pret që SPAK të trokas në dyert e GKK dhe të çojë në bankën e të akuzuarit urdhëruesit e vrasjeve. Nuk ka drejtësi të re, pa ndëshkimin e 21 janarit, vijoi Rama. Deri kur drejtësia e re nuk do ketë bërë gjyqin e vërtet të 20 janarit, ajo do t'jetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër. Drejtësinë për vetë 20 janarin, asnjë vjetërsirë e vjetër apo e re, nuk do të mund ta mohoj dot pafundësisht. Ne këtu do jemi dhe këtu do ta mirëpresim vendosjen e këtij guri themeli, sepse 20 janari si çështje e hapur është grop e hapur në themelet e drejtësisë së re. Është një grop e hapur që vë në dyshim të fortë moralin e drejtësisë së re. Bashkë me familjarët e viktimave, kryeministri dhe zyrtarët më të lartë Partisë Socialiste zhvilluan homazhe në bulevard dhe vendosën lule në 4 pllakatat për të 4 protestuesit e vrarë, për të cilët Rama thot se ende nuk po prehen dot në paqe.